Unë nuk du, për mua është ma letë që tash me shfryzu rastin edhe me thonë jo se ata që aknujnë përmes telefonit e kanë gabim ose diçka, thjesht e lejune është, po mu më doket ma e kotë kjo për shkak se s'ka efektin e duhur. Pra unë përmes telefonit kur asë nërë se këmë preferu. A më falni veç një minutë se tash po më shkru në është një banur i fshatit Drabesh, edhe do mu lidh me rastin tanë, do më thonë është nëse s'gabojnë nga Franca, qështu më tha ma dërgoj numrin, më tha me thirë. Në rregull. Ka diçka më në thonë. Qut Bekim edhe ftoj regjin me thirë. Alo, përshëndetje Bekim. Përshëndetje nderuar Sadri. Jam Sadri Meri prej emisionit Këshia Shu. Po vje mirë që po flasmi. Gjithashtu, gjitha këtë dhe më vje mirë. Nëse s'gaboj, se e kom po një koment uj ndikon në Facebook, nëse s'gaboj të vitia live, ti e prej fshatit Drabesh, komuna Vitinza, po? Exact, po. Edhe po jetani në Franca, po? E vërtet, po. Unë sonte e kam Hoxhën Fejm Dragusha, edhe po përse këtë dëgju për rastin e ti, dhe më thonë që si pas ti po e akuzon Hoxhën që është imam në Drabesh, në fshatin Drabesh, fshatin tuaj, që i ka mori shgruan. Çka ki me thonë lidhe me këtë rasti? A ke dëgju edhe si e ndje si banur? Vërtet është një lajm për më të keq, pikëspari kur vjen për një imamit të xhamisë tonë. Spari përshëndes Hoxhën i cili është prezantator në studion e juaj. Përshëndes edhe ty Sadri. Faleminderit shumë. Është shumë e vërtetë që ky rast më ka habit për skeçt. Me të vërtet një imam i cili thret për mu, si pas mendimit tim gjithmonë, i cili thret në moral dhe hutbe të gjumas që gjithmonë i kom kërish atje në Kosovë, i kom përcjell me vëmendje ligjëratat e tij, edhe sidomos kur flet për sa i përket moralit apo imoralitetit, që quhet edhe zina e tjerë, është për mua ishte një hoxh dhe për të tjerët një hoxh i mirë. Por me këtë rast, si pas mendimit tim, ai hoxh nuk e meriton të jetë me imam në fshatin tim. Pa, a keni me marrë ju a keni me marrë Bek, a keni marrë në iniciativë ju si fshat, apo a keni thonë diçka në kryetorit të fshatit t'ju me marrë në iniciativë për me largu apo diçka. Nëse është e vërtet, gjithmonë si pas asoj që... Po, absolut, na e kemi ndërmend tash me organizu, me këshillën e fshatit, se kur isha në Kosovë kam qenë edhe në një ndër ata që isha në udhësinë e fshatit, por që tani jetoj jashtë dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me këshillën e fshatit dhe do të marrim një iniciativë edhe për momentin për suspendimin e këtij hoxhe që të marr pjesë si imam në fshatin tonë. Pra keni me largu apo? Sigurisht që po, se me këtë çfarë ka ndodhur, nuk besoj se një imam i tillë me gjeste të tilla dhe me vepra të tilla i kontribuon për së miri apo pozitivisht komunitetit të fshatit tim apo dhe ndoshta fshatrave të tjera që mund të ndodhin gjëra të njëjta. Ju jeni Bekim, mbi emrin Bekim? Bekim Ahmeti. Ahmeti, po. Hoxha, ki diçka për Bekimin, po thotë që na kena me marrë iniciativë bashkë me këshillën e fshatit për me largu hoxhën në fjalë apo me suspendu. Unë çka kisha me thonë se jem pak i emocionuar, kupton, është shumë e rëndë ky rast që ka ndodhur. Tash ajo që kam kërkuar që një vit e gjysmë kon që kë mu përjashtu sa më shpejt, po fakti që është mbajtur i mbyllur nga njerëzit që thirrën në moral, kjo më ka godit mu me shumë thika pas shpinës, se është mbrojt do më thonë si skandal nga kolegët e tij, sidomos nga kryesori që e udhëheq këshillin. Për mu veç kisha pas dëshirë se pata me Bekimin që mi thonë që secili banor le të ndjen dhimbjen time, sa do më thonë një hoxh që duhet me kanë model për fshatin, për vendin, për shtetin, mu qu dhe me shkatru një familje vetëm se po kom qemi bu 2 gra. Propi kërkon secilit banorëve të fshatit Drabesh me qitë vetën pozitone. Për shkak se nëse i ka ndodhur fejimit, do t'i ndodhë secilit banor aty.
sepse unë e di dhe jam i bindur që pas një vit a dy ajo martesë do prishet. Sepse nuk len Zoti me bukë si zullumi. Thash edhe më herët, njerëzit na ka mësuar pejgamberi që duhet me ndihmu dhe me ndal të keqen. Unë prap pyes si ka mundsi gjithë xhallar, 2000 xhallari ka Kosova, nuk ka mbajt ende në asnjë xhami një ligjërat gjithëpërfshirëse që me pas kujdes se si po i trajtojnë pacientët. Me që jeton në Francë din shumë mirë, unë kam botu një libër së bashku me një pastore në Zvicër se si mi trajtu pacientët në për spitale. Nuk lejohet ty me pacientin me pas asnjë raport shoqëror. Ki me trajtu, po them, do me thonë, ballafaqimi me nevojat shpirtërore në spital. Edhe njerëzit që shkojnë te një hoxh me urrëfy, me ndo problemin emocional, çka do që i ka ndodh, duhet të marrë me rezervë. E para, e dyta, ky guxim i teprum nga hoxha i Drobeshit është një diçka që është qusuj genere që s'ka ndodhur askund, dhe ashtu qysh je ka njollos emrin tim dhe emrin e miqve të mi, jam i bindur që ka njollos edhe emrin e fshatit Drobesh dhe ky do të mohet men për dekada do të bëhet men. Sa më gjatë që ta mbani këtë në xhami, edhe pse për mu që nuk ma lëndon zemrën, nuk ma shëron zemrën, sepse thash prap djali jam do të rritet, do të martohet me lejen e Zotit, po do të jeton gjithë pa nonën e vet. E do të thonë, nëse ju e merrni këtë hap, të tjerë do të ruhen edhe më shumë. Bekem, kur do të filloj kjo iniciativë juvja? A keni ndaj? Besoj të bëjmë shumë shpejt se kur edhe hoxha e ceki sa i përket moralit, më të shumë të pritet kur një hoxh, një imam i fshatit apo kudo që të jetë prezent, ai prezanton sipas fesë tonë islame edhe moralin që është pjesë e pandashme e shoqërisë sonë. Përderisa ky hoxh, ky imam nuk mundet ti kontrolloj epshet e tij, besoj se edhe mësim leximi i Kuranit sa i përket fëmijëve tanë që marrin pjesë në xhami, e sidomos xhenia femrore, edhe pse janë vajza të reja, besoj se edhe kjo ndikon negativisht në komunitetin tonë, se përderisa ka ndodhur çfarë ka ndodhur, mendoj se është rrezikshme edhe prezenca e fëmijëve tonë në xhami, përderisa ai imam mundet të bëj kushet e se çka tjetër. Veç kisha po dëshirë Bekim falni, ju lutem mos ta çuni më as si më masozh. A din spaku që të dy emërtime nuk i meriton me pas. Sepse unë nuk jam, nëse ai thirret, nëse Islami i tij është kështu, atë s'du me që nuk e përfaqësoj që Islam tina. Ai tham prap është